Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pas ditë në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për gazetarin, pushtetin e 4 si themi dhe do diskutojmë për gjitha vështirësitë, gjatë me të vërtet duke marrë parasysh zhvillimet në vend, gazetarët çdo ditë më shumë puna atyre po bëhet më e begatshme në një farë mënyre, por po ashtu më e vështirë. Cilat janë këto sfidat që janë më të mirat e këtij profesioni. E kam deri ta kem sot në studio gazetaren Besar Tajashari. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se ju kam gjetë. Është ndjerë dhe kënaqësi për mua që më ardh në një emision me një temë të tillë kaq të rëndësishme për publikun. Pikërisht pse ke zgjedhur gazetarin? Gazetaria në fakt nuk ka qenë profesioni jam i parë qysh prej fëmirisë. E dim që në fëmijëri pothuajse këtë fëmijë të vajzat sidomos dojnë me qenë mësues ose profesionet e tjera që janë mësuar me lojra të ndryshme gjatë fëmijërisë, por që gazetaria më vonë erdhi si një dëshirë për mua. Gazetaria e dim e tha edhe ti që është pushteti i 4, konsiderohet në fakt si pushteti i 4 edhe është përkërish për këtë arsye kam zgjedhur edhe të studioj gazetari e më pas edhe të bëhem gazetare, për shkak të me informu publikun drejt dhe për ato se çka po ndodh në vend. A mendoni që është bërë vështirë informimi në këtë kohë të zhvillimit të teknologjisë? Ndoshta kemi më të lehtë se kur, por edhe më e vështirë se kur. Po, padyshim, për shkak që jemi në një kohë ku teknologjia po avancon çdo ditë më shumë, informatat pothuajse publiku i merr në rrjetet sociale, në media sociale që janë shumë informata të pasakta, shpesh herë të pasakta, pastaj e kemi edhe inteligjencën artificiale që shpesh herë publiku gënjehet nga informata që janë me inteligjencë artificiale ose edhe me propaganda dhe të tjera. Është shumë e vështirë për shkak që do të me rujt atë balansin me të vërtetën edhe me informimin edhe me ato se çka në të vërtetë është gazetaria. Me të vërtetë etika në punë dhe ashtu objektiviteti në çdo raportim që bëjmë janë ato pikat kryesore që duhet më pas parasysh dhe pikërisht gjatë fakultetit, këto janë disa tema që i prekum gjatë gjitha viteve, pra i japet shumë fokusim madh për shkak që me të vërtet do të marrim shumë burime, do të mundohemi ta trajtojmë një temë sa më mënyrën më të mirë, mënyrën më të shkurtë. Koha na është bërë një lloj armiku. Fatkeqësisht. Po, na qysh në vitin e parë në fakultet në studime mësojmë që etika është sa një më e rëndësishëm, etika profesionale në gazetari është sa një më e rëndësishëm, që na si gazetar të rinj do të më ndjek. Unë për vete mundona me ndjek etikën ato që e kam mësuar sidomos prej fakultetit, po në njëjtën kohë dhe prej trajnimeve të cilat kam marrë pjesë që janë të shumta, po mundohem me rujt pavarësisht që e the edhe ti që është pak e vështirë në kohën e teknologjisë për shkak që informatat hidhen shumë shpejt në media sociale dhe që pastaj publiku e merr një informat dashte ose s'dashte ti me publiku. Po mendoj që mediat do të më rujt këtë, gazetar në fakt do të më rujt këtë etikën profesionale që me qenë sa më të drejt në informim dhe sa me qenë publiku sa më ju informuar drejt edhe me ju jap informata vetëm ato që ju duhen dhe ju nashta ato që nuk janë relevante ata medit. Po pikërisht sepse ndikon, çdo informacion që është faqe ma ndikon. Ne dojmë mos, pra, po e shohim që tashmë tek rrjetet sociale, ndoshta edhe diku 5 vitet e fundit gazetaria ka ndryshuar. Po. Me krahasu sot dhe para 5 viteve, shohim ndoshta prej fillimisht kur kemi filluar me studiu, kemi pas mënyra tjera, realitete tjera dhe tashmë pas studimeve kështu e shohim që do të mu të qasë dhe do të mu të gjindë në një farë mënyra në këgja situatat vështira, ku çdo detaj më varet prek diçka. Ndoshta një detaj mundet me pas një efekt shumë, ndoshta që se kemi paramendu që ka me prek dikon. Po, pikërisht, për këtë, domethënë, nuk e di që ka qenë gazetaria para se datë të filloja studija, për shkak që nuk e merr dhe nuk e di, e kemi pa gazetarin vetëm përmes lajmeve të qendrore të secilit emision, ato që i kemi ndjek secili, por nuk e kam ditë paktën ç'është është nga afër. Si shkon puna në media dhe në gazetari derisa vetë kam filluar më u merr.
Si të ka duk kjo ndryshimin ndoshta kur e ke kuptu se si shkon puna media dhe sa për kushtim dohet ndaj këtij profesione? Në fakt, në fillim nuk është që e kam menduar që ka me qenë shumë e vështirë, por pastaj kur kemi shkuar në fakultet e den edhe te që e kemi pas shumë të vështirë, qysh prej vitit parë profesorët aty na kanë jap detyra që kanë qenë pothuajse jo të lehta për me i bodha, ato e ke kuptuar që nuk është gazeteria e lehtë që duket në ekran. Domethënë ajo që publiku e sheh në ekran është punë ditore që e bojnë shumë persona të tjerë, si gazetarja, kamera, montazha, pastaj janë edhe plot të tjera që janë hallka të asaj që në fund publiku e sheh në ekranin e tyre. Po, dhe ndoshta njëra prej tyre mos më shku bashkë në mënyrë kohezive e shohim, e vrejmë, ndoshta edhe ne kemi si defekt profesional, ku edhe një film me shiku, i vrejmë ato detajet që ndoshta këto kishojnë të qenë ma mirë. Po, pikërisht për këtë. Domethënë, kur shon në një emision ose diçka që e vrej që tash ka mujt me u bë ndryshe, atëherë edhe e di që nuk është ashtu që njerëzit munden me pa dikush që nuk ka studiu media dhe nuk e din që shkon puna e mediave. Po, dhe sidomos për emisione, llogarit, këto ndoshta një pyetje këto i shpërshtat pak më mirë. Po. Ndërlidhja të I shohim kamermanat pse nuk shihen. Po, pikërisht. E përmendëm që më përpara gjithmonë ndoshta kemi pas ato lajme që kanë qenë edhe plot shaka kështu në internet që kanë thonë për shembull babai e një familje shunës së lajmet, u koncepci totale në moment i veçantë, domethënë një gjysmë ore krete përkushtuar me veç drejt informimit. Ka ndryshuar kjo, tash me media sociale. Ka ndryshu për shkak që njerëzit publiku nuk pret që me i marr informatat në orët e mbrëmjes kur edhe japin lajmet qendrore në secilin medium, por i marrin ato informata gjatë ditës në media sociale, secili medium i ka mediat e veta sociale ku edhe i publikon lajmet e ditës edhe kështu, pastaj ata i marrin gjatë ditës lajmet e mbrëmjes janë lajmet që shikohen kryesisht nga moshat më të vjetra që janë që akoma mbesin me këtë informimin që shka qenë atëherë, që i presin ato lajmet e orës 19, lajmet e mbrëmjes që ti shikojnë në pothuajse secilën media që kanë lajme qendrore. A mendon se ndoshta këta persona që janë më të vjetër në moshë tashmë mund edhe të binë prej lajmeve të rreme nëpër media sociale, pra në portale ndryshme, sepse shohim që kemi ndoshta portale të cilët nuk kanë as seli, as një faqe zyrtare, por postojnë lajme, marrin klikime, goxha shumë. Janë lajme të cilat bëhen për një arsye. Arsyeja vetme e atyre personave që i bëjnë ato lajme, se nuk po flasim vetëm për portale, por edhe për persona që kanë faqe në rrjetet sociale dhe që bëjnë lajme, nxjerrin deklarata për kontekste. Arsyeja vetme e tyre është që me manipulu publikun, me i manipulu sidomos moshat e vjetra. Për shkak që ne të rinjtë e dim që për me verifiku një lajm do të me këshyr paktën e shikojmë edhe në disa media të tjera për me pasa është e njëjta apo jo, po në një person që është i moshës më të vjetër, ai nuk e di që një lajm që po dal për shembull për marr që janë rrit pagat, ai nuk din me hije me verifiku se a ka ndodhur për një ma apo jo. E pikërisht në këtë, pastaj ndërhyn gazeteria mirëfillt edhe kjo gazeteria që na po synojmë me bë që me informu publikun drejt, që nëse dikush po dal po thotë që janë rrit pagat, jo nuk janë rrit pagat, është thjesht një propagandë që bëhet, janë propaganda këtu që bëhen kryesisht në kohë të zgjedhjeve edhe që partitë politike synojnë, mos tan partitë politike, por që për krahasit e politikës synojnë që me i bind audiencën që me votu një parti ose një parti tjetër për çështje të ndryshme. Pikërisht e përmendë pra kohën e zgjedhjeve, gjithmonë për gazetarët, koha e zgjedhjeve është tashmë që ka ra goxha shpesh me qenë koha e zgjedhjeve. Fatkeqësisht. Do të thotë angazhimi jonë dhe përkushtimi ndaj punës ka qenë ndoshta mundemi me thonë 100% dhe jeta personale aty nuk është menduar a kemi kohë për aktivitete me familje, por puna e pa ndalur, çka po ndodh dhe me të vërtetë dhe fillon ta llogaritësh si diçka esenciale, pra, sepse me të vërtetë me rakosësh ndjen, është diçka që gazetari i hyn kështu në shpirt.
është në fakt diçka që na kanë thënë qysh edhe në universitet që puna e gazetarit nuk ka orar. Pikërisht në kohën kur ti e kryen orarin e punës, atëherë ti mund të dalë diçka e madhe dhe që ti duhet të dalësh në terren edhe duhet të dalësh të raportosh për atë që po ndodh. Edhe kjo e përmendë kemi kohëve të fundit, sidomos kemi pas zgjedhje shumë të është goxha e lodhshme për gazetarët se duhet me i përcjell të gjitha partitë politike se çka po premtojmë. I qit pastaj ato informata që janë të rëndësishme për publikun edhe kështu me radhë. Njoja politikës në këtë rast duhet studiohet në një mënyrë, sepse din që gazetarët nuk mund të qenë objektiv në asnjë mënyrë, pra nuk do të manu nga asnjë parti, pavarësisht preferencave personale. Po, tek e fundit ne secili votojmë në ditën e zgjedhjeve dhe secili votojmë atë parti që neve na ka bërë me besu që ka me ba më të mirën për vendin tonë. Po në punën e raportimit pastaj ne duhet jemi shumë objektive dhe të mos i qesim ato nëse ne e kundërshtojmë një parti politike dhe e përkrajnë një parti politike tjetër, atëherë që ato mos i qesim në publik, sepse tek e fundit publiku nuk ka nevojë me ditë se cilën parti e përkrah ti ose cilën parti nuk e përkrah ti. Ti është mjafton me njoftu publikun me ato çka po bëhen edhe me ato çka s'po bëhen në politikë, me ato që ata po i premtojmë, as ne gjykon secili vetë se atë këndon ta votoj të dielën, me që zgjedhjet mbahen edhe të dielëve. Po në fakt kjo ndoshta na bën edhe persona cilët e kemi një analizë pak më të thellë politikës, më të informuar është nga ana tjetër, pra nga ana personale, goxha të ndihmon për me kuptu, sepse politika është diçka që ne shqiptarët e kemi kështu në gjak. Pra, çdo mbledhje familjare, dikush pa përmend një parti caktuar, na veprim e komentu nuk bëhet. Po, merren shumë, jemi faktësisht jemi popull që e dojmë shumë politikën, pse po them faktësisht është për shkak që nuk fokusohem në diçka tjetër që është ma zbavitse për neve, po merremi në çdo mbledhje familjare, në çdo pa u diskutu pak për tema politike, nuk ndodh faktësisht. Doja të kthehem tek mediat sociale dhe ndikimi tyre pra tek personat e caktuar varet ndoshta fëmijët e vegjël. E përmendë për të rriturit në moshë më të shtyrë, po tek fëmijët e vegjël sa mundet me ndiku kjo ndoshta në mënyrën e logjikimit të tyre. Mendoj që fëmijët, sidomos do të me pas përfshime, përfshim këtë në pjesën e arsimit, por do të me pas përfshime lëndën e edukimit medial, mendoj që është e domosdoshme për shkak që fëmijët do të më mësu se çish me pranu një informat, do të më mësu se ku me hi me i verifiku ato informata janë sakta, nëse ka avancu dhe inteligenca artificiale shumë, po bëhen foto me AI që ndonjëherë edhe unë që e studioj këtë fushë dhe e vën dyshime se a ka arrit atë shumë inteligjenca artificiale sa që edhe ti që merresh pothuajse çdo ditë me këtë punë, që mos me dallu e pastaj ai që merret fare për të shumë e vështirë që ta dalloj. Pikërisht në këtë ndërhyn pastaj duhet të ndërhyjë Ministria e Arsimit me vendosjen e edukimit medial, cilën obligative në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme. Fëmijët do të mësojnë me çish me i pranu informatat e mediave dhe me mësum fakt edhe kur media gabojnë, që se ndodh jemi njerëz dhe këtë gabojmë, që edhe kur media të gabojnë edhe qesin informatat pa vërteta, pastaj ti me dalë edhe me thonë që kjo nuk është informatë e vërtetë. Tu ndikon pjesa e shpejtësisë të informacionit, pra kërkesa e shpejtësisë të informacionit është si një gacë që media po poston më shumë, por këto është ajo sakrifica që duhet të bëjmë dhe një si televizion e bëjmë, që informata tjetë goxha sigurt, para se të denë publik, sepse dikush besime e personave, pra, vijet ndryshim. A mendon që pikërisht besimi i qytetarëve ndaj mediave ka humb pas këtyre mediave sociale, portaleve, ndoshta që postojnë, domethënë, lajme falso? Nuk mendoj që kjo është arsyeja kryesore, pse ka humb në fakt, nuk mendoj edhe që ka humb shumë besime i publikut ndaj mediave.
prapë publiku nëse e sheni informat, e pret derisa në media e raporton në kohë ne kemi media që janë të sakta dhe që i marrim për bazë nëse cilën si publik i marrim për bazë nëse cilin raportim që e bëjmë dhe ne e shihim e shikojmë nëse një media të caktuar e ka raportuar për atë lajm. Mendoj që nuk ka humbur besimi i publikut në media për këtë, pse ka një rënje të besimit në media është për shkak të propagandave politike që bëhen. E dim që partitë politike bëjnë shumë propaganda që mediat mos ju besojnë, mediat po bëjnë lajme të falsifikuara, por s'mendoj që është e vërtetë, për shkak që mediat bëjnë lajme bazuar në fakte dhe bazuar në ato që ata veç i thojnë, po kur një politikani diçka nuk t'i pëlqen, pastaj ai shkon edhe thotë që është propagandë, edhe pastaj kjo ndikon te një pjesë e publikut që asaj një media të caktuar mos më i besu për shkak që lideri në parti e ka thënë që mos më i besu asaj media. Po prapë mendoj që është një numër i vogël i qytetarëve që ju ka ulë ky besimi në media, po edhe pse ju ka ulë besimi në media, ata diku e kanë që hinë në media dhe i verifikojnë informatat që vetë se i marrin. Po, pra, kemi ato metodat që tashme edhe po e gjenë vetën nësë shqytetar dhe po ashtu një si gazetar duke verifiku gjithë shka. Disha të rikëtejmë tek ju personalisht. Cilat janë anët më pozitive të gazetarisë? So me ndonë që është përplysa si profesion? Gazetaria është një profesion e cili ka dhe në fillim që është një profesion që ndihmon në informimin e publikut, edhe është një profesion shumë fisnik, me dalë me informu për diçka që po ndodh në publikën edhe atje në një qytet që nashta nuk po ndodh fare, po atij intereson kur ndodh një aksident, qoftë një zgjedhje, qoftë çka do të qoftë tjetër, që atyre ju intereson me ditë dhe del një gazetar dhe raporton për vendit të ngjarjes. Është profesion shumë fisnik, e përmendet vetë është pushteti i katërt. Shpeshherë mediat dalin edhe në fojza rrëzojnë parti për shkak të raportimeve të tyre, pastaj publiku ju beson raportimeve të media dhe publiku vazhdon e ndryshon në perceptimin e tyre në qeverisje, kështu me radhë. Po në anën tjetër kemi edhe anë të vështira, e përmend edhe ti që gazetari s'ka orar të punës. Në momentin që ty të përfundon orari punës, pikërisht atëherë mund të ndodhë diçka dhe ti duhet të jesh aty, ta informosh publikun, që është e lodhshme, për shkak që ti nuk mund të thuash kam familje ose kam diçka tjetër, se publiku tek e fundit nuk i intereson jeta jote private, ai do që një media të raportojë edhe që gazetarit duhet të jetë aty kur ndodh diçka në vendin e tyre. Kjo është pak e lodhshme është anë pak e lodhshme për shkak që si e lirë asnjëherë. Këto pikërisht edhe më kujtua teksa foljet, pra gjithmonë ka qenë një fjalë ndërsa para se me apliku në fakultet. Një dekura jem prej personave, ti e femër, nuk është e preferuar gazetaria për ty. Mendoj që ka ndryshu? Ka ndryshu, për shkak që e dim edhe kur kam studiu gazetari, 90% e studentëve kanë qenë vajza, i kemi pas 3 djam për hasrat që i kemi pas aty sa për ne. Po është mbetet, a mendim do shta personat pak ma në mosh, e kanë një pikpamje që gazetaria nuk është për femra. Nuk e di, nuk është që më ka ra me diskutu me dikën që më ka thamë pse ke gjithë gazetarin se gazetaria s'është për femra, nuk është që kam pas lloj paragjykim të tillë. E dim që gazetaria shpesh mendojnë që nuk është për vajza, pikërisht për arsyeën që e ceka, që duhet të jesh edhe pas orarit, edhe zakonisht grave në vend ju imponohen këto profesionet që kanë një orar fiks, dhe që duhet jesh në punë në orarin 8-4, 9-5, pastaj pas asaj ore ti duhet jesh në shtëpi që të merresh me fëmijët edhe me familjen tënde. Është ky paragjykim fatkeqësisht është për shkak që shumë gra shtyhen të zgjedhin profesione që janë të vajzave të theme, po që nuk është që është e shkruar diku që ato janë profesionet të vajzave ose profesionet të djamëve. E përmendëm në fillim, fakti e përmendet që gjithmonë është shumë edhe në lojrat ndryshme, kemi do me thonë ato të caktume me gjini pak a shumë. Për djamët e vegjël, kemi makinat ndryshme, kësi loj gjëra është është edhe armë nga njëherë, shojmë që shumë fëmijë të vogël, djamë të vogël, e ka një parapërshim për me pas një armë plastikës, kështu.
për më jap konfidencë, se vetëm për me marrë këtu, ndërsa vajzat zakonisht e kanë një kukull që kujdesen për to. Fatkesisht, domethënë është kjo paragjykimi që mendoj që duhet të ndryshohet për shkak që nuk ka profesione që janë vetëm të vajzave, por nuk ka profesione që janë vetëm të djemve. Janë profesione që dikush e zgjedhin profesion pse i pëlqen ai profesion, jo pse është profesion që thuhet që është profesion i vajzave ose që thuhet që është profesion i djemve. Fatkesisht e përmend edhe vet në dyqanet e lojrave janë të ndara, të specifikuara lodrat e vajzave dhe lodrat e djemve, po që mendoj që është gabim, dhe mendoj që duhet të ndryshoj kjo, duhet vinë ca gjenerata të reja që i ndryshojnë këto dhe që i lejojnë vajzat edhe me lujt me kerre, edhe me lujt me lojra që janë të djemve. Dhe pak a shumë e di ka ndryshu kjo pjesa e lojrave, e ngjyrave, e kuqja për vajza, e bluja për djemt, ka ndryshu pak a shumë për shkak që çiftet e reja nuk i shikojnë ngjyrat, nëse ju pëlqen diçka e marrin. Mendoj që duhet të ndryshojë në përgjithësi kjo mendësia që vajzat duhet të kenë profesione të ndryshme prej burrave. Po, pra, kjo që nga fëmijëria i ka kështu disa shenja që i ledhe, prandaj mbetet pak a shumë ajo dhe si gjenerat në fakt tashmë po e shohim që po bujmë ndryshim goxha shumë. Në kësi rast, kur i diskutoj këto tema, zakonisht quhem një si feministe e ashpër, po kjo është ajo tema që po diskutojmë, pra është diçka që duhet diskutuar, duhet mu përmirësu, dhe pikërisht gazetaria luan rolin që gjithçka tjetër drejt. Pra nuk kemi ndonjë fuqi tjetër përveç raportimit dhe fjalës, por nganjëherë me pak fjalë, shumë vepra, domethënë i mbyt. Po, pikërisht, domethënë feminizmi në fakt këtë shkuptohet shumë prej njerëzve për shkak që mendojnë që feminizmi është për vetëm për gratë. Në fakt feminizmi është për të drejtat e të dy gjinive. Unë jam një feministe, po unë jam një feministe që kërkoj të drejta edhe për burrat, po edhe për gratë. Domethënë ne kemi të drejtat, thjesht ne duhet të vëmë ato të drejtat që të zbatohen, për shkak që në ligj jemi shumë mirë, gratë janë të barabarta gjithkohë. Pastaj kur jemi në praktikë është tjetër gjë për shkak që nuk zbatohen. Pikërisht këtu gazetaria duhet luajë një rol që ta informojë publikun që feminizmi nuk është diçka e keqe ashtu siç perceptohet në publik që ti feministe dhe ti nuk ja u dën të mirën burrave. Në fakt feminizmi është për të drejtat e të dy gjinive, jo vetëm për të drejtat e grave. Po pikërisht dhe ajo pikë ndoshta aty është problematika që ndoshta thonë pse s'po merrem më shumë me gjërat burrave. Por përderisa ku ka më shumë problematika, me atë merremi. Po. Si gazetar, përgjithësi po flas. Ajo është një çështje që dikush nëse don me argumentu me ty në një farë mënyre kapet dikun, po feminizmi si term është keq kuptuar për shtepërmi. Pra kemi ndoshta feminist radikal që quhen i kanë disa mendime kështu që ndoshta duken shumë çuditshme mi dëgju për herë të parë, por nëse dëgjon me argumentu me to si e ka menduar ai person, atëherë edhe mundesh me kuptu si e ka mendu dhe ti me pas mendimin tënd, është krejt në rregull, mos mu pajtu me dikënd për diçka, po mi ja respektu mendimin. Faktikisht njerëzit e shohin këtë nuk presin që ti me argumentu pse po mendon në një formë të caktuar, tek e fundit mendimet edhe ato që janë të ndryshme, mund të mendoj ndryshe për një çështje, ti mund të mendosh ndryshe për çështjen e njëjtë, po pikërisht për këtë, pastaj njerëzit duhet të dëgjojnë ato argumente, duhet të dëgjojnë ato pse unë po mendoj kështu, pse ti po mendon kështu, tek fundit me u pajtu me njëri tjetrin që s'po pajtohemi. Në fund pajtohemi që s'të pajtohemi. Ajo është përfundimi ndoshta gjithmonë. E kemi në çdo fushë të jetës, më mirë qetë, sa me pas, ndoshta se problematika është vogla që mundet me ta prish humorin për disa minuta. Pikërisht. Deshta më fokusu tek trajnimet e tua, sepse te përmende që në fakt rëndësia e trajnimeve është tepër e madhe. Pra si gazetar do të jemi në hap me kohën për çdo gjë. Për llojet e raportimeve, sepse raportimet për dhunë, raportimet për raportimet e ndryshme, do të thonë për grupet e marginalizuara, apo këto ndryshme janë specifika të cilat çdo kohë, çfarë terme po përdoren. Kemi
shumë gjëra që me të vërtet duhet të jenë të shkrume. Kam marrë pjesë në shumë trajnime, që kur e kam përfundu vitin e parë të studimeve, kam fillu me marrë pjesë në trajnime cilat kryesisht i bën Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, po dhe organizatat të tjera që merren me raportimin e drejtë dhe raportimin se ç'është do të më raportu në fushat e caktuara. E thash që ne nuk i dim të gjitha gjërat, prandaj edhe duhet të shkojmë në këto trajnime. Trajnimet janë shumë të rëndësishme edhe për arsyeën e që ti lidhësh me dikë, do të thënë aty e shën në një trajnim është rrjetëzime me gazetarëve pikërisht. Pikërisht është rrjetëzime me gazetarëve. Thënë janë shumë gazetarë që shkojnë në trajnim edhe që pastaj ata aty mund të duhen në një çështje të caktuar, po është edhe kjo që ti mëson ç'është me i përdor termat e caktuar në fushat të caktuara. Mëson që një term nuk duhet të përdoret kur raporton për një fushë të caktuar, duhet të përdoret një term tjetër. Edhe pikërisht për këtë duhet gazetarë të rinj duhet të shkojnë në shumë trajnime. Unë kam shku vetë në shumë trajnime, kam marrë pjesë si në trajnime në vend, pa ashtu edhe në trajnime jashtë vendit, edhe e kam pasë sa e rëndësishme që ti me marrë informata edhe me ditë që shme raportu, me ditë që ti kime raportu për një çështje të caktuar, për e marim shembull raportimin mbi dhunën në bazë gjinore, duhet të mësosh që duhet në fakt trajnimet të mësojna që ti që duhet të raportosh nëse ndodh një rast i dhunës në familje, ku cila informat duhet të tregohet, cila informat nuk duhet të tregohet, cila informat është relevante për publikun, cila informat nuk është relevante për publikun, në shumë trajnimet të tjera që ne i mësojmë atë që shme raportu në fushat të caktuara. Përmendet që ke pasur trajnime brenda dhe jashtë vendit, pravarësisht 2 vite e disa muaj, pra ka zgjatur kjo periudhë dhe vazhdon të jesh gjithmonë aktive në për trajnime për të përmirësuar si gazetar, sepse gjithmonë mund të jemi versioni më i mirë dhe më i mirë i vetës. Pikërisht për këtë. Kam shku edhe në trajnime jashtë vendit ku kam taku edhe gazetarë të rajonit, gazetarë të Shqipërisë, gazetarë të Maqedonisë, gazetarë edhe të Serbisë, që pastaj kur jemi këto të Serbia, të gazetarët të Serbisë, është pak problematike çështja historike mes Kosovës dhe Serbisë, po ne mundohemi që të lidhemi edhe të gjejmë ato pikat tona që të raportojmë për të dy vendet, nëse ne i raportojmë për një temë në Kosovë, ta lidhim atë temë të raportojmë për një temë edhe në Serbi, kam pas edhe raste të tilla. Bashkëpunimi me këta gazetarë të rajonit, si ka qenë? Ka qenë perfekt, për shkak që në trajnimet që kam qenë, zakonisht vinë gazetarë që nuk janë radikal të themi në çështje të caktuara, edhe pastaj ti bashkëpunon me ta dhe është bashkëpunim shumë i mirë. Nuk është që ki probleme me ta, pse po e zajmë, kam kolegë gazetar nga Serbia që ne me ta akoma vazhdoj edhe diskutoj për çështje që janë në Kosovë, ata diskutojnë për çështje që janë në Serbi dhe mundohemi të bëjmë temat përbashkëta që i lidhen të dy vendet, po njëjtë edhe për gazetarët që janë nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Malizi. Po, cila eksperiencë është atë ka pëlqyer më shumë ti nga këto trajnime? Vitin e kaluar kam pas mundësinë me shku në një stadi vizit në Francë dhe në Bruxelles me CFI Media, që është një media franceze. Paraprakisht ne kemi bërë një projekt që është dashur me mbledh gazetarë të rajonit, kemi qenë 2 gazetare në grupin ton, kemi qenë 2 gazetare nga Kosova, ka qenë një gazetar nga Serbia dhe një nga Shqipëria, që ne kemi bërë një temë të përbashkët që i ka përfshirë të 3 vendet. Pastaj grupi jonë është zgjedhur fituese dhe kemi shkuar në një vizitë studimore në Francë dhe në Bruxelles, ku edhe kemi vizitu media të ndryshme atje dhe kemi vizitu institucione të rëndësishme që janë në Bruxelles, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian, e të tilla për mua kjo ka qenë eksperienca më e mirë deri më tani. Pavarësisht gjithmonë këto vizitat jashtë vendit, pavarësisht janë rreth punës, pra informimet, e ka kështu goxha një qëllim të edukimit, është goxha argëtuese. Po, shumë argëtuese, përveç pjesës që na shkojmë atje dhe vizitojmë vende të ndryshme, në të njëjtën kohë edhe mund të argëtohemi. Është edhe rrjetëzime me gazetarët e tjerë, ne shkojmë, nëse unë shkoj në Shqipëri, e thrasat gazetaren që është e Shqipërisë, edhe që i kërkoj se ku më shku, ose nëse shkoj të sfundmi, kam qenë në Beograd dhe ju kam shkuar kolegëve atje se çka të vizitoj në Beograd. E njëjta ndodh edhe ata kur vinë në Prishtinë, na shkruajnë edhe që ku të vizitojmë, çka të vizitojmë në Prishtinë dhe në Kosovë në përgjithësi. Është kjo që përveç trajnimet, është rrjetëzimi, po dhe është pastaj argëtimi, të shkon edhe të argëtohesh atje, nuk shkon vetëm që të marrësh informata, por shkon edhe që ta kesh një eksperiencë në vete. Po gazetaria ka këto, mundë me
shkojmë kudo, bojmë gjithçka, shohim gjithçka. Fatmirësisht. Kjo i ka, domethënë, shohim edhe të mirat edhe të këqijat. E kemi një peshore brenda vetës që gjithmonë masim diçka, masim informacion, masim ndikimin dhe e shohim ndoshta 5 vite larg se çka bën ai veprimi jonë. Po, pikërisht e shohim se çish funksionojnë mediat në rajon, mediat në Evropë, çka bojnë ata ndryshe prej mediave në Kosovë dhe çka mundemi na me marr prej aty në mediave dhe me i sill në Kosovë, pse jo? Doja të fokusohem tek një temë kështu që e përmendëm para disa minuta, por minutave por do të japim një tekst të veçantë. Tek mediat sociale, pikërisht raportimin, jo përmendët edhe raportimin mes personave, figurë publike, ndoshta persona të caktuar, influencer, cilët munden me thonë një lajm, munden me informu publikun për diçka. Ajo fuqi që e kanë ata, a mendon që keq përdoret? S'di qa të thamë, po, në një formë keq përdoret ndoshta me dashin, ndoshta edhe pa dashin e vetë atyre influencerve, po mendoj që pikërisht të lënë ule ajo që e thash më herët, edukimi medial. Po, por këto i kemi, në fakt që ndërhyva, por këto i kemi ndoshta dallimin du ta dim fiks të një gazetari cili ka përvojë, ndoshta jo domosdoshmërisht të shkollimet caktuar për gazetari, por gazetaria është një profesion që është të zanat, pra vetëm kemi dallimet ngritjeve të gradave, kështu, por gazetaria, dikush e ka dhe të lindur gazetarin, që pa shkollim do t'jetë një gazetar i shkëlqyshëm sepse i ka aftësitë që kërkohen. Por këtu pasaj përzihen ndoshta kush është influencer dhe kush është gazetar që poston në media. Fatkeqësisht është kjo. Njerëzit nuk e shohin dallimin në mes të Besart Ajasharit, po thabon, edhe në mes të dikujt që është influencere dhe poston në media sociale. Sado që në thash, ata mundën edhe mos të postojnë me qëllimin për t'i bërë keq dikujt, po prap ndodh që njerëzit i besojnë informatave që ata japen. Me sa ka mujt me pa influencerët nuk është që përveç rasteve kur dalin në shishe dhe kur marrin mendimet të qytetarëve për kampanjat që ata i bëjnë, nuk është që kam parë ndonjë rast që ata merren me lajme edhe me gazetari. Por pavarësisht e ka një prezencë sociale dhe qoftë edhe gazetar, sepse edhe një gazetar do të përmirësojnë pjesën e mediave sociale, sidomos sepse gjithmonë duhet të integrohemi sa më shumë, pra postimi në media sociale është për diçka esenciale për çdo gazetar, me shfaq punën e tyre dhe me shfaq aftësitë e tyre, me shfaq në këtë rast emisione i cili shkon në gjitha platformat e mediave sociale, pra ai integrimi është diçka e pashmangshme, e domosdoshme dhe rrjedzohemi me publikun, me musafir të ndryshëm, është diçka kryesore. Po, pikërisht kjo që si do të jetë qasja? Njerëzit publiku e para duhet nuk mos ta marrë informacionin ashtu si e sheh. Duhet po flas nëse nuk e marrin në media të caktuara, për shkak që nëse ti e marr në një media dhe i beson asaj medias, pastaj je në rregull, po nëse e marrin në informacion prej një faqes që është e dyshemt, atëherë ata duhet që ta verifikojnë edhe në burime të tjera. Këto e vërejmë sidomos në TikTok. Shohim disa video diku 20 sekondëshe, 30 sekondëshe, një foto mbrapa ose një video duke lëviz diçka dhe një shkronjat e kuqe bold, diçka alarmante. Manipulohet shumë lart publiku, sidomos në TikTok. Për shkak që TikTok i merr ato 20-10 sekondat e para, ai do të më kanë diçka që kur e poston, ajo do të më dhezë dhe ata që postojnë propaganda dhe që postojnë fake news, ata e dinë këtë dhe e postojnë këtë, ju dal algoritmi, pastaj ju dal pikërisht atyre personave që ti ka më herët, që janë persona të moshës më të shtyre dhe që nuk e kuptojnë nëse një lajm është i saktë ose jo. Po. Kjo është ajo e vështira e pjesës mediave sociale dhe të qendrit gazetar, po ashtu ju jeni goxha aktive në këtë pjesë, pra dhe ju personalisht jeni integru të këtë pjesa e mediave sociale, pra sepse është diçka e pashmangshme dhe qasja e integrimit në këtë pjesë në mënyrë të drejtë dhe të mirë kërkon një stabilitet dhe ndoshta jo pritshmëri për shikimet shumë ta më njëherë, por stabilitet në rritje. Në fakt, media sociale mia personale i përdori për çështje që janë
personale që janë lidhen me punën time, por kryesisht lidhen edhe me pjesën e gazetarisë. Në profilet e mia mund gjesh lajme që kam shkruar, artikuj që kam shkruar për çështje të caktuara, por mund gjesh edhe video që janë argëtuese, që ato janë në fakt janë video të mia, ato që nuk ndëlidhet shpeshherë puna me ato video, por që shpeshherë edhe lidhet. Po pra, kemi po edhe goxha shumë memes për gazetarin, me të vërtetë kështu nga njëherë punë e lodhshme, orarisht unë e djele në përzgjedhje, ato mund e me kështu më përshtat edhe me gjetë vetën ato. Po, në ato memes që buan në rrjetet sociale, pikërisht. Po, e gjejmë në ngushëllim, gazetari me gazetarin. Po, pikërisht. Çfarë mesazhe e kishte dhënë çdo gazetari i ri, duke marrë parasysh përvojën tonë dhe përkushtimin tonë ndaj punës e këtu. Po, në fakt nuk është jam shumë në gazetari që 3 vite. Por, ke fillu fuqishëm që nga vite parë, kjo është... Po, kjo është kryesorja. Ajo që ju kisha thënë gjithë gazetarëve të rinë dhe gjithë atyre që duan të studiojnë gazetarin, është që me mësu sa ma shumë, me marrë informata sa ma shumë, qoftë për me ndjek trajnime sa ma shumë, me përfundu, edhe nëse se përfundon fakultetin e gazetarisë, me përfundu diçka që lidhët me gazetarin, edhe që me u mundu me u bo gazetari maj mirë në vend. Sa të që është e vështirë, për shkak se ne kemi shumë gazetarë të mirë, po do të m'ja vendos vetës një qëllim, në synim që unë kam arrit pas 5 viteve me qenë në këtë media, kam arrit me qenë në këtë fushë të caktuar, kam arrit edhe thjesht do të me pas një synim që ata edhe vazhdojnë me ndjek edhe me bë punën sa ma mirë. Do doja edhe kështu një pyetje surprizë. Tashma mendon që gazetaria është në të vërtetë shpërblyer si profesion dhe nëse nuk e kishe zgjedhur gazetarin, çfarë profesioni tjetër të kishin intriguar? Është një pyetje surprizë do të çfarë tha edhe bat. Nuk e di, domethënë gazetaria nuk është punë që shpërblehet shumë. Është punë e mirë për shkak që ty të shpërblen publiku dhe nëse ty të beson, nëse ty si besorta të beson publiku në një informatë që po jap, atëherë kjo është shpërblimi më i madh që ti mund të fitosh. Por nga ana financiare, pastaj nuk është profesioni që ty të jap një stabilitet në financa, e dim pak a shumë sa paguhen gazetarët, edhe nuk është që janë pagat më të mira, po gjithsesi në momentin kur ti e bën një lajm edhe që ai lajm ka ndikim, edhe që me atë lajm po ndikohet dikush, pastaj ky është problemi më i madh. Nëse nuk e kisha zgjedhur gazetarin, nuk e di çfarë do të kisha zgjedhur tjetër. Nuk është që kam menduar ndonjëherë këtë pjesë, po ndoshta diçka që lidhet me gazetarin, jo direkt gazetare, por diçka e dim që PR, e dim që gazetaria ka edhe fusha të ndryshme që ndëlidhen me gazetarin, po nuk e di. Domethënë nuk është që kam ndaj fushë të caktuar që unë kisha dashur me qenë diçka tjetër. Atëherë, besuarta, tashmë je e lirë, si zonë, po. Faleminderit shumë që ishe sot në studio, edhe me të vërtet, tashmë duke i diskutu këto tema, kaq të rëndësishme, kaq të mira, në një studio shumë peng, shumë bukur. Po, shumë faleminderit edhe një herë për ftesën, jam shumë e lumtur që e keni pa të arsyeshme që me qenë këto, edhe me fol për punën tam si gazetare, edhe me t'regu pak a shumë atë anën tam personale në gazetari. Faleminderit shumë. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 çdo pasdite, e deri në takimin e radhës, mirupafshim.